këto momente dua që të shkojmë pak tek një material I cili na njeh me Gjirokastrën si një vend edhe një interes I madh nga të huajt dhe ka mbajtur rekordin e vizitave, qoftë edhe për ata turistë të cilët vinë në Shqipëri, jo vetëm në sezonin e verës, po edhe më gjërë. Shohim pak materialin. It's letting in, just only one wants to know. She puts on her makeup, brushes along. Pazari Gjirokastrës mes ngjyrave, zhurmës së gurve dhe gjallërisë së vizitorëve, edhe pse jemi në fund të shtatorit, vijon të mbetet plot jetë. Turistë nga vende të ndryshme, ende në rrugicat e kaldrëmta, duke treguar se ky qytet nuk është vetëm një destinacion vere, por një destinacion që jeton turizmi në çdo stin. From Israel. Is the first time in Gjirokastra? Yes, the first time in Albania. Është hera e parë në Shqipëri. Gjirokastra është një qytet I mrekullueshëm, është shumë I jashtëzakonshëm dhe Kështjella mendoj është ndër më të ruajturat që kam parë për një kohë të gjatë. Njerëzit janë shumë miqësor. So my name is Hadar and I'm from Israel. Unë quhem Hadar, jam nga Izraeli. Është hera ime e parë në Shqipëri. Sigurisht hera e parë në Gjirokastër. Gjirokastra më pëlqeu shumë. Mendoj se keni bërë një punë të shkëlqyer në ruajtjen e pazarit të vjetër dhe energjive, duke vendosur historinë të kaluarën dhe të tashmen shumë bukur. Turistët në qytetin e Gurt nuk tërhiqen vetëm nga estetet e njohura turistike si Kalaja Muzet apo vet pazari Gjirokastrës, gjithnjë më shumë ata ndalojnë edhe në qendrat e artizanatit, ku mjeshtrat vendas përcjellin traditën dhe punimet me dorë. Këtu vizitorët jo vetëm admirojnë artin, por shpeshherë marrin me vete një pjesë të kulturës dhe historisë së qytetit. Turistët vinë kryesisht polakër, gjermanë dhe holandez. Kam paru që më kanë preferuar në dyqan. Turistët me shumë kurios me të dëgjuarit e Çekiçit, se unë punoj gjatë gjithë ditës. Edhe na bëjnë kuriozar ç'është ky Çekiç që dëgjohet, edhe vinë më fotografojnë, bëjnë kurioz, shikojnë se si vizatoj. Ka nga ata që të kërkojnë Çekiçin për të bërë ndonjë punë? Po, ka shumë. Je suis française, je viens de... Unë vi nga Franca perëndimore, e vizitova këtë dyqan shumë të bukur artizanati, më pëlqen tradita dhe punët e realizuara me dorë dhe gjithmonë kam dashur që të mësoj pak rreth mënyrës se si realizohen. Është bukur që I keni ruajtur traditat tuaja. Avec les... on voit le monsieur travailler. Kalaja e Gjirokastrës dhe objektet e kultit kanë qenë ndër destinacionet më të vizituara të qytetit të Gurt, duke tërhequr mijëra turistë çdo vit. Në periudhën janar-gusht të vitit 2025, vazhdon që Kalaja e Gjirokastrës të jetë nga sitetet më të vizituara jo vetëm në Gjirokastër, por në gjithë vendin, për sa I takon objekteve të trashëgimisë kulturore të vizitueshme. Gjatë kësaj periudhe, Kalaja është vizituar nga rreth 210.000 vizitor, vendaset e huaj kryesisht janë të huaj, në masën e 70% të tyre janë vizitorë të huaj, dhe me një rritje rreth 15% pothuajse nga e njëjta periudhë vitit të kaluar, pra në shifra absolute rreth 20.000 vizitorë. Kalaja e Gjirokastrës, monumenti më I madh I trashëgimisë kulturore në jug të vendit, është një nga pikat më të preferuara për vizitorët. Ky objekt historik, së bashku me muzet që ndodhen në të, jo vetëm rrëfen shekuj të tërë historie, por sot është edhe një ndër atraksionet më të preferuara për të vizituar në jug të vendit. Oui, c'est une belle... Shumë interesante, kemi një gujë të shkëlqyer që na shpjegon mirë rreth Gjirokastrës dhe Kalas. Është një rajon I bukur, një vend I bukur, një fortesë interesante. Sapo e vizituam, jemi një grup prej 50 personash. Voilà. Très bien. Très beau château. Gjirokastra po më pëlqen shumë. Kalaja, ku aktualisht sapo kam vizituar një pjesë të saj, është me të vërtetë mbreslënëse. Qyteti I bukur I Gjirokastrës nga fillimi I këtij viti deri tani ka mirëpritur mbi 600.000 vizitorë, ndërsa sipas të dhënave që kemi nga strukturat akomoduese, edhe pritshmëritë për muajt në vijim mbeten të larta, duke e bërë qytetin e Gurt të jetë I preferuar për të vizituar edhe gjatë muajve të dimrit.